edhe mediat i kanë kogja faje të mdoja, sepse mediat janë të e lansu edhe të e suportu një vlerë të tillë, një muzikë të tillë, një zhanër të tillë. Unë e majben, kur kam qenë i vogël në radio-televizionin e Prishtinës, pata një gëzu një kongë, atër ka qenë akordiada një emision i fëmijëve të nëntën, kam qenë Adelina, unë, plot këngëtar që sot i ki, por që na kur e bënim një kongë, 3-4 producenta e kanë vlerësu atë kongë sa meritone e kongë që tjetë kongë për fëmijët. Dhe me thonë, ka kalu në për disa filtra, për me lansu në televizion. Në për filtra, ka kalu të pak në për disa filtra. Ashtë nuk eksiston ajo edhe mediat për qëfar do qëllimi që të kena atyre për përfitim klikime, se në lansojnë gjithë shka. Lansojnë gjuhë vulgare, lansojnë, e kjo mendoj që është paka shumë shkaku i krejt këti mos krijimit të muzikës e cila meriton. E përmende Fëmirin, si shkurt, po ndalim i pak të që kjo pjesë, apo besoj që edhe publiku ndoshta dëshiron të di se si ka ndikuar pikërisht fëmiria juaj në krijimin e muzikës. Mendoj që fëmiria jonë është një ditë me një shok e përmena, tash imagjino tash na jena periudha, do në gjenerata jem ka përjetu periudën prej makinës e shkrimit në kompjuter, prej kasetave në CD-a, prej CD-a në USB, në internet dhe tani në digitalizim. Tash më në AI, në inteligencën artificiale. Po, dhe më thonë, jam një generatë cila i ka përjetu ndryshimet më të mëdha të tranzicionit sociokulturor në botë dhe I'm glad që tojnë Amerikanë. Po, jam i gëzuar, jam i lumë. Këtyre viteve, po dhe du të më kanë se na dhe që shmenojnë veç mbrapa, unë jam rritë me okupimin sërbë ndaj popullit shqiptare dhe sot, kur të nala me menu që unë e kom përjetu lirin për shembull, që lirimin e Kosovës është bonus shumë i madhë. Prandaj po them që ne sot du të mendojmë pak ma pozitivisht për vetën tonë, sepse i kemi punë shumë mirë në krahasim me çfarë unë jam rritë në vitet 90-ta, kur vitin e fundit shkollor, në mramin e maturës, kemi pas majtë në një farë fshati, aty se zgudzonim kërkon me majtë. Kemi mësu në për shtëpia. Edhe kur dalish me mendu në këtë aspekt, sot, ja ku jemi midis Prishtinës, midis Kosovës në studje, që ka qenë andër, e imja për shembull në vitet e fëmirisë, ku në ora 5 mas dite, këndosh me mbyllë në shtëpi për shkak të rrezikut që kemi pas nga okupatori. Prandaj po them që fëmiria ime ka qenë definitivisht inspirimi shumë i madh për ngjitjen time në skenë dhe rritjen time kulturore. Kush janë personat apo